Si që përmendë majrit, këta dy engjëj toni kemi prit pak si shumë gjatë që na ka gëzuar Zoti me ta. Mas 9 viteve diçka martes lindën binjakët tonë Lura edhe Leka. Sa të bukur, shumë bukur. Po kishim qef edhe emrat shqiptar. Edhe emrat shumë bukur. E dini, Lura është krahin që është në shtetin shqiptar, është e njoftun për ato liqejt, ajo natyra e bukur, edhe Leka, emën i bukur, kombëtar i vjetër, të asocionon personalitetet të mëdha të historisë sonë. Edhe aqë shumë i kemi prit këta engjëj, sa që unë me pritur. Si ka qenë kjo pritje, Malsor? Sa ka qenë e dëmshme? Ka pas momente ku ndoshta edhe jeni dëshpru, ka pas momente kur edhe keni humbë ndoshta besimin se do të ndodhta, apo do të vinin. Besoj në shumë situata edhe i keni imagjinu ftyrat e tyre para se të vinin. Ka qenë një ndjenjë tillë që brenda nuk ju ka thënë asnjëherë që nuk do bëhet. Dhe që ju kam Unë bajt. nuk e kam pas asnjë skepticizëm më të voglin në veti që nuk në ka menaçu Zoti fëmijë. Interesant, i kom pas do ndjenja, janë do ndjenja gjona që unë i ndjej ndoshta, nuk e di, gjithmonë edhe kur nuk më gënjejnë. Shumë është interesant. Është instinkti, besoj, ai që Sigurisht. Po edhe diçka, për shembull, ne në Malsi, si rritemi, ne jemi rrit ashtu në atë mënyrë se cilin sen jetën tonë duhet me i marë ashtu si që vinë, edhe nuk duhet edhe gëzimet, kur janë gëzimet me u gëzua shumë, po pritë e Zot edhe i dhërimet, nuk duhet me u dëshprua shumë. Sepse rajoni e pikën nga vion disi të rritë në këtë mënyrë. Edhe unë jam keni pregaditun për gjithë shka. I kom dasht fëmijët gjithmonë, edhe grua e me i ka dasht natyrisht, edhe kur do që na vinin në një po se mbeste, në u kënoqshim me ta. Por, ja që kaloj një copë kohë gjatë edhe që po din, janë dë gjona është përendia. Bashkëshorët ja bëhej marak, sepse i vrejshet, i vrehen ato, din pavarësisht që ndoshta nuk i shprehten. Femrat jemi më emotive, më letë prekemi. Dëgjom,